Shikues të televizionit Klani, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 12. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tani. Do të flasim në nisje të këtij edicioni për konfliktin në Iran që është përshkallëzuar në ditën e 5 dhe është shtrirë thuajse në të gjitha vendet e lindjes së mesme. Mbi 1000 persona kanë humbur jetën në Iran nga bombardimet, ndërsa Teherani po godet Izraelin dhe bazat amerikane në rajon. Është përshkallëzuar konflikti në lindjen e mesme me sulme dhe kundër sulme që kanë përfshirë pothuajse të gjitha vendet e rajonit. Forcat amerikane dhe ato izraelite po vazhdojnë pa ndërprerë bombardimet nga ajri ndaj bazave të raketave të Iranit, sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe ndërtesave qeveritare. Kemi goditur gati 2000 objektiva, kemi degraduar rënd mbrojtjen ajrore të Iranit dhe kemi shkatruar qindra raketa balistike, lançues dhe dron, po fundosi marinën iraniane, të gjithë marinën. Deri tani kemi shkatruar 17 anije iraniane, përfshirë në ndërtesen më operacionale të tyre. Në ditën e 5 të sulmeve, numri i viktimave në Iran ka shkuar në 1097, ndërsa Republika Islamike po bëhet gati për funeralin e Khameneit, i cili do të nisë sot dhe do të zgjas për 3 ditë. Në të njëjtën kohë, Izraeli ka vjuar fushatën bombarduese ndaj Hezbollahut në periferitë e Libanit, teksa tanket e ushtrisë qëndrojnë në gatishmëri në kufirin mes dy vendeve. Në kundërpërgjigje, Garda Revolucionare e Iranit ka lëshuar qindra sulme ajrore ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit. Shpërthimet dhe sirena alarmi u dëgjuan disa herë në Tel Aviv dhe Jeruzalem. Katari, ku ndodhet baza më e madhe amerikane në rajon, u shënjestruan nga 2 raketa balistike iraniane. Sipas autoriteteve të vendit, njëra nga raketat u kap nga sistemet e mbrojtjes ajrore, ndërsa tjetra goditi bazën, por nuk flitet për viktima apo të plagosur. Në qiellin e rajonit janë ngritur gjithashtu avionët luftarak francez dhe ata britanik, të cilët janë dërguar në mbështetje të aleatëve të dy vendeve. Në një incident të ndarë, një anije luftarake iraniane u fundos në ujrat ndërkombëtar pranë Sri Lankës. Autoritetet e ishullit njoftuan se arritën të shpëtonin 30 marinar, por 101 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Shkaqet e ngjarjes janë të paqarta. Presidenti amerikan Donald Trump tha se nisi sulmin kundër Iranit për t'i paraprirë goditjes që po planifikonte Republika Islamike ndaj Izraelit dhe objektivave amerikane në rajon. Sipas presidentit amerikan Donald Trump, sulmi i përbashkët me Izraelin ndaj Iranit i parapriu goditjes që Republika Islamike po përgatitej të bënte ndaj tyre. Kisha bindjen se do të na sulmonin, po bëheshin gati të sulmonin Izraelin. Deklaratën Trumpi e bëri gjatë pritjes në shtëpinë e bardhë të kancelarit gjerman Friedrich Merz, ku tha se me bisedime Teherani po fitonte kohë për të përgatitur sulmin. Sipas tij, goditja ishte e nevojshme për të shkatruar programin raketor iranian. Për shefin e shtëpisë së bardhë, rritja e çmimit të karburanteve për shkak të kësaj lufte është e përkohshme. Mund të kemi çmime pak të larta të naftës për një kohë të shkurtër, por sapo kjo të mbarojë, ato çmime do të bien, besoj edhe më poshtë se më parë. Presidenti amerikan u shfaq tepër i ndinjuar me vendimin e Spanjës për të ndaluar amerikanët të përdorin bazat e tyre për këtë luftë dhe nuk përjashtoi mundësinë e sanksioneve ndaj këtij vendi. Anulimi i fluturimeve nga dhe drejt vendeve të lindjes së mesme ka prekur edhe Shqipërinë. 4 fluturime, me 570 pasagjerë janë anulluar për gjatë 4 ditëve. Më problematike situata është me Dubai, ku të paktën 200 turistë janë bllokuar për shkak të situatës. 4 fluturime janë anulluar deri në këtë moment drejt vendeve të lindjes së mesme për shkak të mbylljes së hapësirave ajrore si pasojë e tensioneve ushtarake në rajon, 3 prej tyre me destinacion Dubai dhe 1 drejt Izraelit. Rreth 570 pasagjerë janë prekur nga këto anulime, 150 drejt Izraelit, shumica shtetas izraelit dhe rreth 420 me destinacion Dubai. Nga totali, vetëm 40 pasagjerë do të përdornin aeroportet si tranzit, ndërsa pjesa tjetër kishin fluturime direkte gate to gate. Anulimet janë pasojë direkte e mbylljes së hapësirave ajrore në zonat e konfliktit. Në këto kushte, operimi i aviacionit civil është teknikisht i pamundur. Çdo zhvillim i ri po ndiqet në kohë reale në bashkëpunim me autoritetet ndërkombëtare. Autoriteti i aviacionit civil sqaron se aktualisht nuk janë ofruar alternativa si rimbursim apo riprogramim, pasi hapësirat ajrore përkatëse mbeten të mbyllura dhe asnjë fluturim civil nuk lejohet të operojë në ato zona. Nuk raportohet për pasagjerë të bllokuar në tranzit dhe sipas aviacionit civil nuk ka patur rritje të
të ankesave apo kërkesave për informacion. Sipas informacioneve që jep Ministria e Jashtme edhe për televizionin Klan, janë rreth 200 persona që ndodhen vetëm në Dubai për turizëm dhe që kanë kërkuar ndihmë. Atyre u është kërkuar të mbajnë kontakte me ambasadën shqiptare për çdo informacion. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme e konsideron situatën në lindjen e mesme të paqëndrueshme dhe të paparashikueshme, ndaj këshillon shmangjen e çdo udhëtimi drejt këtyre vendeve deri në një njoftim të dytë. Shtetasit shqiptar që ndodhen aktualisht në zonë ftohen të tregojnë vigjilencë maksimale, të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale dhe të shqyrtojnë mundësinë e largimit për aq kohë sa linjat ajrore mbeten funksionale. Gjykata kushtetuese publikoi vendimin me anë të cilit shpalli antikushtetues zgjatjen nga SPAK dhe gjykata e posaçme të masës së sigurimit arrest në shtëpi për liderin e opozitës Sali Berisha. Gjykata vlerëson se izolimi i Berishës nuk i përshtatej rëndësisë së fakteve dhe ishte në shkelje të parimit të proporcionalitetit. Vendimi i SPAK-u dy shkallëve të gjykatës së posaçme dhe gjykatës së lartë për të mbajtur liderin e opozitës Sali Berisha në arrest shtëpie për një vit është antikushtetues. Në këtë përfundim ka arritur gjykata kushtetuese, e cila ka zbardhur të martë vendimin e saj duke i dhënë një kthes historike procesit ndaj ish-kryeministrit Berisha. Gjykata kushtetuese vendosi pranimin e pjesëshëm të kërkesës, deklarimin si antikushtetues të vendimeve të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, të gjykatës së posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar, të Kolegjit Penal të gjykatës së lartë. Trupa gjykuese e kryesuar nga Marsida Xhaferllari ka arritur në përfundimin se kufizimi i lirisë duhet të ishte në përpjestim me gjendjen që e ka diktuar atë dhe se të trija gjykatat kanë vepruar në kundërshtim me kushtetutën, duke mbajtur në arrest shtëpi e Berishën për një kohë të tejzgjatur, pas masës së parë të marrë ndaj tij, që tej kalonte nevojat reale të procesit. Në fund të fundit, siç parashikon fjalia e fundit e nenit 17.1 të kushtetutës, kufizimi duhet të jetë në përpjestim me gjendjen që e ka diktuar atë. Justifikimi që ka shërbyer për rëndimin e masës së sigurisë ndaj kërkuesit nuk i përshtatej izolimit më shumë se 7 mujor në shtëpi të kërkuesit, për sa kohë që sipas vlerësimit fillestar të gjykatave, një masë sigurimi më e lehtë e përmbushte të njëjtën nevojë sigurimi, garantimin e marrjes ose të vërtetësisë së provave. Edhe pse brenda trupës së gjykatës kushtetuese pati dallime në arsyetimin ligjor, shumica dërmuese ra dakord se izolimi i Berishës ishte i pajustifikuar në kohë dhe në ashpërsi. Berisha u përfaqësua nga avokatja Klodiana Gjyzari, ndërsa prokuroria e posaçme nga prokurori Arben Kraja. Vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ka efekt mbi lirimin fizik të Berishës, pasi lideri i opozitës doli nga arresti shtëpiak në maj të vitit 2025, por ai mund të sjellë pasoja juridike dhe morale që prekin të ardhmen e procesit kundër tij në dosjen partizane, si dhe mund të ndikojnë në heqjen e masës së detyrimit të paraqitjes, me argumentin se i gjithë zinxhiri i vendimeve ka qenë i infektuar nga antikushtetueshmëria. Por nga ana tjetër, ky vendim është një goditje e rëndë në themelin e vendimarrjes së SPAK-ut, GKK-s dhe gjykatës së lartë, pasi kushtetuesja thot se praktikisht to gjykata kanë përdorur një çekit shumë të rëndë për një gozhd të vogël. Ai vendos një kufi për prokurorinë dhe gjykatat pasi tregon se drejtësia nuk mund të mbajë më dikë në arrest shtëpie për një kohë të gjatë, vetëm me arsyetimin e garantimit të provave, por aq kohë sa provat mund të mbrohen edhe me masa më të lehta. Në rrafshin ligjor, mbrojtja e Berishës mund ta përdorë vendimin e gjykatës kushtetuese se SPAK-u dhe GKK-ja kanë shkelur kushtetutën, për të argumentuar se të gjitha veprimet e prokurorisë kanë qenë të njëanshme dhe jashtë kornizës ligjore. Në rrafshin politik, ky vendim i shërben qëndrimit të Berishës se ai ka qenë një burgosur politik, pasi fakti që gjykata kushtetuese thotë se izolimi i tij ishte jo proporcional, e kthen atë në një fitues moral përballë institucioneve të reja të drejtësisë, duke i dhënë atij argumenta për sulmuar integritetin e provave dhe legitimitetin e prokurorëve. Në fund, Berisha fiton edhe të drejtën ligjore për të kërkuar dëm shpërblim nga shteti për burgim të padrejtë për çdo ditë që ka qëndruar në arrest shtëpie. Një faturë kjo që do të paguhet nga buxheti i shtetit. Një incident i rënd ndodhi në orët e para të mëngjesit sotëm në Dibër, ku një efektiv i forcave shqiponja mbeti i lënduar në një operacion për kapjen e një personi të shpallur në Kërkim. Gjatë operacionit efektivi Gentian Meda është rrëzuar nga një mur rrethues duke marrë lëndime, për këtë është dërguar me urgjencë me helikopter në Spitalin e Traumës në Tiranë. Policia njoftoi se u arrit të vijë në pranga 35 vjeçari Klodian Lomi Mazari, i dënuar në Itali me 6 vite e 7 muaj burg për vepra penale, organizatë kriminale, shfrytëzim, prostitucioni dhe trafikimi lëndëve narkotike.
Ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve në Tiranë ka nisur një aksion për zbulimin e lidhjeve të palishme me ndihmën e një sonde nëntoksore të pajisur me kamera. Një lidhje e zbuluar sot në zonën e terminalit lindor vidhe nga rrjeti sasi të mëdha, duke lënë pa ujë të pishëm qindra familje. Punojësit e ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve në Tiranë kanë zbuluar përmes një sonde me kamerë nëntoksore një lidhje të palishme pranë terminalit lindor të autobusëve që dyshohet se ka vjedhur qindra metër kub ujë në ditë që duhet të shkonte në rubinetet e qytetarëve. Siç duket nga këto pamje, tubi përmes të cilit bëhej vjedhja e ujit nga rrjeti është vendosur në brendësi të tubacionit të ujrave të zeza. UKT është vjedhur në këtë zonë të paktën prej 3 vitesh, duke lënë pa ujë të pishëm qindra familje. Duket që është një lidhje e vjetër dhe kur është rruga ky është bërë gjatë natës dhe sistemi i kamerave kap dhe identifikon lidhjet e palishme në top, të cilat ne nëpërmjet një GPS-i i lokalizojmë ku janë dhe thellësinë të cilat janë. Është hera parë që po e përdojmë aktualisht në Tiranë. Jena shumë të vonuar, por shumë e domosdoshme. Sipas drejtorit të UKT, humbja ujit në rrjet për shkak të kësaj lidhje të palishme në zonën e Lundrës ka qenë kolosale. Në vend që t'u shkonte banorëve, kjo sasi përdorej nga biznese e individ të ndryshëm. Gjithkohë është ndërtan dhe kjo zonë e cila është po zhvillohet me përparësi dhe po zhvillohet me hapa pothuajse galopant, normalisht që gjithkohë kërkon një sasi uji. Po një sasi uji të cilën mund të përdoret ndoshta edhe për vaditje, por mund të përdoret edhe për ndërtim, ndoshta përdoret edhe për konsum. Kjo zonë ka pasur kufizimet më të mëdha të ujit në Tiranë, ajsa në verë u lan pa ujë, edhe rezidencat e disa përfaqësive diplomatike të huaja. Kjo humbja ishte varionte në periudhën e verës 300 deri në 400 metër kub, aq sa ç'është kapaciteti i këtij rezervuari në këtë zonë. Më thanë, po të përkthehen në gjuhë teknike, kishim 2 fish humbje. UKT dyshon se edhe në zona të tjera uji mungon si pasojë e ndërhyrjeve të palishme. Humbjet në rrjet si pasojë e lidhjeve të palishme dhe amortizimi i rrjetit, siç pranon edhe vetë drejtori i UKT, janë faktorët kryesorë që Tirana ka probleme me furnizimin me ujë. Sipas tij, me këto pajisje që përdoret për herë të parë nga UKT, do të kryhen të tjera identifikime për lidhjet e palishme në mbar qytetin. Do të flasim tani për zhvillimet që vijnë nga Kosova, pasi këto në fakt janë 48 orët e fundit kur duhet të zgjidhet presidenti i ri i vendit. Në lidhje të drejtë për drejtë kemi tani gazetaren Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, a ka ndonjë sinjal për marrëveshje mes partive apo për thirrjen e seancës së kuvendit? Përshëndetje Redi, jo deri më tash nuk kemi asgjë konkrete sa i përket ndonjë marrëveshje politike ndërmjet përfaqësuesve të partive politike për çështjen e presidentit të vendit. Me gjas në orën 13 do të mbledhet grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje për të diskutuar për çështjen e presidentit, por sipas të gjitha gjasave duket se nuk do të ketë ndonjë marrëveshje dhe në rast se Albin Kurti, kryeministri Albin Kurti shkon apo lëvizja vetëvendosje shkon me një emër partijak, atëherë e ka të sigurt që deputetët e opozitës kanë thënë se nuk do të marrin pjesë në seancë në mënyrë që të bëjnë quorumin prej 80 deputetëve që të vazhdohet me procedurat për zgjedhjen e presidentit të ri. Kanë mbetur do të deri nesër në mesnatë është afati për zgjedhjen e presidentit dhe pastaj mbetet të shihet nëse do të shpallen zgjedhjet e reja apo edhe po ka interpretime të tjera të kushtetutës, mund të kërkohet edhe ndonjë interpretim nga gjykata kushtetuese se si do të veprohet në rast se lëvizja vetëvendosje vendos të mbajë vetëm një seancë në rast se nuk ka quorum dhe të mos tentoj 2 herë të tjera. E qartë, Blerta, të falenderoj për gjitha këto informacione. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë mirupafshim.